Me ndryshimet ligjore, secili qytetar do të mund përmes sistemit terminim të deklarohet për dhënien e organeve. Kështu shpreh ministri i Shëndetësisë Azir Aliu në panel diskutimi ngushtuar dhënies së organeve që u mbajt mbrëm në Gostivar, në të cilin panel ai prezantoi masat sistemore dhe politike që realizohen për të promovuar dhurimin e organeve në vendin tonë. Për ndryshe, Ministria e Shëndetësisë po zbaton fushat të vazhdimtare për të rritur ndërgjegjësimin për dhurimin e organeve si një proces edukativ i vazhdueshëm. Paralelisht, ministri theksoi se po punohet për të përfshirë mjekët e kujdesit shëndetësor primar, shkollat, universitetet, shoqatat e pacientëve dhe komunitetet fetare, në mënyrë që kjo çështje të bëhet pjesë e një dialogu publik të matur dhe të informuar. Ndërsa shtoi se në të njëjtën kohë, ekipeve të transplantimit po ofrohet mbështetje e vazhdueshme dhe po përgatitet një kornizë digjitale dhe ligjore në të cilën vullneti i qytetarëve do të shprehet qartë, do të regjistrohet në mënyrë të sigurt dhe do të respektohet vazhdimisht. Ministri Aliu deklaroi se ai do të jetë i pari që do të regjistrohet si dhurues organesh pas vendosjes së sistemit.